Bismillah. Atë ka shku menja në herë me i ditë 3 strategjit të cilat i ka përdor Khatija radhiyallahu anha, bashortja pejgamberit alayhi salatu wassalam, në biznesin e saj, edhe është ba gruaja më e pasur në Mekë, por edhe në rrethin të Gadishullit arabik, ku nuk matë men grua e pamvarur nga burri, pra jo mbretnesh, jo princesh, pra vajzë mbretit ose grua e mbretit, por grua e pamvarur e cila me tregti i ka arrit aty ku e njohim ne, pra ka qenë multimilioner asaj kohë. Ajo i ka përdor 3 strategji. Strategjia e parë ka qenë ajo ka thonë unë parën, ti mundin. Pra bëjmë tregti, hym ortak, ti je aftë, mundesh me shku poshtë e nalt, unë i kam parët edhe kanë hajtë në shpekja. I ka thonë njerëzve pare, edhe ata kanë bërë tregti qoftë në Sham, qoftë në Yemen, në vendet të ndryshme. Kjo pasaj në fund e ka marrë hisën e saj, për shembull gjys për gjys e kështu me radhë. Strategjia e dytë të cilën e ka përdor, pra e para pasuria, e dyta ka qenë në bazë të asaj sa ki me fitu, çaq ki me marrë përqend, fitim ose pare. Pra nuk ka thonë unë po të marr ty, po të çoj në Yemen, bën tregti atje, të paguaj për një muj 1000 euro. Në këtë formë nuk ka thonë, po që ka bo? Ka thonë e marish ti 50, unë 50, ose ti 30, unë 70. Varet për marrëveshjes. Edhe kështu, ortakët që kanë hyrë në biznes me ta, janë mundu me punu sa ma shumë, se e kanë ditë sa ma shumë që punojnë, që është ma shumë, kanë me marrë pare. Pra nëse arrin me i fitu në një udhtim, shembull po marrë 10.000 euro, nëse kanë pas 50, i ka fitu 5.000. Nëse ka arrit me fitu veç 7.000 euro, atër i ka marrë 3.500. Në këtë formë, ortakët e saj nuk kanë kursy asgjë nga vetja atyne që me mri sa ma shumë. Edhe strategjia e tretë që ka përdor, se cilit njeri që i ka dhënë pare, ka bo dhe më thonë ortak, ja ka qu mas vetës, ka një person që ka për cilë. Jo dhe më thonë me shku e vetë aty me thonë, ja mora parët, ja mora karavanin me 100 deve, edhe s'po bëj biznes, ose po flaj, ose po shes lirë, ose po humbi, ose po ike. E ka pas ka një person mas, i cili ka këqyrë, dhe më thonë, me përcjell situatën, edhe pse ka qenë grua prej Mekës, e ka përcjell situatën në Sham, apo në Yemen. Kjo edhe ka qenë arsyeja që, kur ka dërgu një herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë lloj biznesi, me këto strategji, i ka qenë edhe një person që ka përcjell pejgamberin alaihi salatu wasalam. Kur ka pa që Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe është besnik, edhe i ka shit shpejt mallin, ka ble mallin e ri shpejt për ta prunë Mekë. Ka fitu disa fish, 3-4 fish ma shumë se të tjerët. Edhe kur ka ardhur personi që ka përcjell, i ka tregu çuditëra për Muhamedit alayhi salatu wasalam, kjo grua ndershme, fisnike dhe lartpamse, nuk ka qëndru vetëm ta ketë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si ortak në biznes, por ka vendosur që ta ketë ortak edhe në jetën e saj. Pra këto kanë qenë 3 strategjit e nanës e besimtarëve Khatijës radhiyallahu anha në biznesin e saj. A ke ti strategji të tilla?